Njona prej atyre vëllezër të ndershëm është lirimi i shejtanëve që i ka prangosën Sulejmani a.s. në deti. Edhe këto shejtanët të frenuar të prangosën do të dalin. A dini vëllezër çfarë do të bojnë këto shejtanë që dalin nga deti ku Sulejmani a.s. i ka prangosën? Këto ato do t'i bojnë rolet, çrregullimet më të mëdha si për faqen e tokës. Mirë po koka e çrregullimit të tyre se do të hinë në të rupat e hoxhallarëve që njerëzve do t'ja tregojnë islamin dhe do të lexojnë Kur'anin. Vëllezër të ndershëm, nuk jemi na dëshmitar se magjia që është përhap atë shumë nuk ka ndodhën asnjëherë në të kaluarën. Me një lagje vëllezër të ndershëm ne i gjejmë më shumë se 130 e diçka magjistar. A nuk janë këto shejtanët që vëllezër të ndershëm janë zgjidhur dhe janë të cilët bojnë çrregullime, nuk gjenë shtëpi që nuk ka probleme nga ato. Po më tragjike është vëllezër të ndershëm kur hinë në trupat e hoxhallarëve, të cilët i pengojnë ato që të flasin të drejtën, nga se cenojnë drejtën demokratike bashkëkohore. Vëllezër të ndershëm, më tragjike është kur hoxha shndrohet në shejtan dhe përpiqet që njerëzve që shpjegon dinin Allahut Azza wa Jall. A nuk jemi ne dëshmitar sot se hoxhallarët janë ata që flasin thuajse me gjuhat e shejtanëve, për shkak se nuk u intereson atyre drejta dhe pajtimi Allahut, sa u intereson atyre pajtimi qeveritarve dhe pushtetarve, dhe sa ju intereson atyre xhepat e tyre, sa ju intereson atyre komoditeti përkohshëm i tyre, e sa ju intereson ahireti dhe takimi me Allahun Azza wa Jall. Do të flasmin më mirë detale se si shejtanët depërtojnë trupat e tyre, dhe si ju flasin njerëzve në emën të Islamit, në emën të dinit Allahut, siç ka paramendruar pejgamberi Allahut. Këto shejtan ishin të prangosur. Mirë po këto shejtan, vëllezër të ndershëm, do t'ju tregojnë hitën e ardhshëm se kur janë zgjidhur dhe si kanë dalë dhe si kanë depërtuar dhe si kanë ardhur. Për këtë arsye mas nevojë kemi ne muslimanët sot të fortifikohemi nga shejtanët e dukshëm dhe të padukshëm, për shkak se pejgamberi Allahut na paralajmëroi se në akhir zaman shejtanët marrin hovë të madh. Kjo mizori dhe kjo padrejtësi që bëhet e madhe dhe gojat e hoxhallarëve nuk janë qelë fare. A nuk ka vëllezër të ndershëm, siç tha Ibn Qayyim, se ai që nuk e flet të vërtetën kur duhet që të flitet, aja shejtan me mec. A nuk ka shejtan me mec? Sa me meca vëllezër të ndershëm ne i përjetuam dhe po i përjetojmë, për shkak se mendojnë ata se nëse e flet të vërtetën, ti e ka me të ndryshu kaderin e Allahut, ka me të ngud vdekjen, ndërsa nëse nuk e flet dhe hesh, ka me të vunu vdekjen. Kjo është ajo problematik e besimit vëllezër të ndershëm. Po vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall e tregon se është një grup njerëz të cilët e flasin të vërtetën, dhe pejgamberi Allahut këtë grup e ka quajtur pala ndihmuar, e prej nga ndihmuar, pala ndihmuar vetëm prej Allahut Azza wa Jall. Pa ata mos lip mbështetje, mos mbështet te askush, vetëm te Allahu jot. Mos lip për karaje, vetëm prej Zotit tan. Mos lip ndihmë, vetëm prej Zotit tan. Nga se pejgamberi Allahut tha mos harroni se një grup njerëz kanë me rezistuan, kanë me folën, kanë me vepruan, dhe nuk ka mundësi ti dëmton këta njerëz, as tradhtia tradhtarëve, as zhgënjimi zhgënjetarëve, deri të vjen në caktimi Allahut Azza wa Jall. Këtë nuk i dëmton. Nuk dëmton tije nëse flet, nuk dëmton tije nëse të vepron, dëmton tije nëse hesh, dëmton tije nëse pajtohesh, dëmton tije nëse i ndihmon në padrejtësinë e tyre vëllezër të ndershëm. Sa padrejtësi na i dim hoxhallarët, të cilët na i veprojnë parasive tonë, mi po ne heshmi.